Me ardhjen e verës, shkodranët i drejtohen natyrës për të shijuar ditët e nxehta të sezonit, por zgjedhja mes detit dhe malit mbetet për herë një dilemë. Veripoja, si plazhi më i afërt dhe tradicional për shkodranët, mbetet destinacioni më i frekuentuar, sidomos për familje dhe të rinj që kërkojnë relaks dhe argëtim në Bregdet. Infrastruktura e përmirësuar dhe oferta turistike në rritje kanë bërë që ky plazh të jetë ndër më të vizituarit në veri të vendit. Unë jam prej Kanadajat, ka marrë e shkaj për zoverë në Velipoj, right? Velipoja është vendi më i mrekullueshëm në tonë Shqipninë. Shkodra është vendi më i mirë. Ndet, pa çfarë malit ndet. Se unë jam edhe notare. Velipoj shnin Ndet më shumë. Nga ana tjetër, pushimet në mal ofrojnë jo vetëm ajër të pastër dhe natyrë të virgjër, por edhe mundësinë për të praktikuar ecje, kamping apo eksplorim kulturor me destinacione si Thethi, Vërmoshi apo Razma. Lëvizim shumë ne, sa det, sa mal, prandaj nuk vendosim tamam kush na pëlqen më shumë se na pëlqen gjithçka. Po edhe mal, po atjetër. Në mal, dhe babi është prej malet edhe. Turizmi i natyrës dhe i bregdetar krijoi një shije të larmishme pushimi mes qytetarëve të Shkodrës, ndërkohë ndikim të madh në zgjedhje kanë edhe faktorët ekonomik, afërsia gjeografike dhe preferencat familjare.